me protestue sot edhe çdo hanën vazhdim se kena sot 35 vjet që jena rreth 20 fshatra e përfshin nga Çapalus deri në Çafrus pa rrugë, pa asë një lloj zhvillimi në mënyrën më kategorike të mundshme prej tonë krave. As mojt, as djafë nuk ka mua dorë, as nuk ka ndesht me ditë për nesër pushim. Jena mbledh me protestu kjo rrugë është e bëme që ka i bënë 19 vjetë. Që ka bënë Italia është një në rrugë që çdo qeveri shqiptare ka pas fitimin në të prej tëna pasurive minerale të kësaj zone që janë bajt prej ta 70 vjetë. Nuk ka asë një gjërim politik, se na dalë për forca politike, e na dalë thjesht për me kërku drejtën tonë, rrugën janë mbi 300 makina, që ka vujnë taksat çdo vit. Edhe nuk kem të mundshme me lidhë. Sot bëhat premtim prej qeverisë aktuale të japin pasaportën e BE-s. Nga i herë s'kem pasaport me lidhë shtetin tonë lirisht. Por s'ki rrugë, s'u me lidhë. Që në duhet një pasaport e BE-s. Po s'patë mundësi me lidhë mana shtetit tonë lirisht, as s'ki për urgjensë, për smunje, as për kur farë mundësi e s'ki. Nuk e di se sa i nikon ju ma poshtë me filmu rrugën, me pa rrugën që gjeni është katastrofë. Kështu që ne do të vazhdojmë protesten për çdo të hane, me që ka sa jena, se sim nuk janë njerëzit as të mundshëm me ekonomi, as me kurgjan me ardhë, se nuk është sa shumë i popull, se këtu janë rreth 2000 banorë, rreth 20 fshatrave, që marrin pjesë në qëtë rrugë. Lëvizin pjesa madhe e komunës Ptyshit, lëvizin për Qafë Luz, në Sopot, në Sopotin Qafë Morinç, në Rallë Gjakov. Një kohë që është shumë 3 herë më shkurt kjo rrugë. Unë jam Izet Malaj, siç po shihni, jemi mbledhur sot protestën e dytë edhe nuk do ndalemi me kaq. Arsyet janë jetike, nuk janë as politike, as arsye tjetër. Jemi të kesh trajtuar psikikisht, fizikisht në gjitha aspektet. Rruga jon ka një shekull, 86 vite për eksaktësisht që nuk është vudor, nuk është investuar si lek. Edhe nuk e besojmë që jemi të nervokamur në këtë farfeje. I bëjmë thirrje qeverisë të vënë dorë të bëjnë një këtë rrugë që e cila i u shërben të paktën 2000 banorëve deri në Qafë Luz, 20 fshatra, direkt prekemi 5 fshatra nga kjo rrugë. Edhe jemi të harrum që 86 vite s'ka bërë kush investim. Është për që të çuditë edhe unë nuk e besoj bëj thirrje edhe gazetarë investigativ të shohin se ka mundësi edhe me qenë rruga që ekziston edhe e bame derisa gjithë paraferash korruptive ka në letra, por realisht rruga është në gropa, nuk është e bame. Kështu që protestat nuk do të ndalin deri në realizimin e kërkesave tona. Nuk besojmë se do ketë ndaj impakt se rënë mas rënë, por gjithsesi ne nuk do të ndalim në protestat. Këtu këndon këtë protest për rrugën, që për zogë e kam të rëpoj. Në cila rrugë, ka do më thonë, 137, dhe më sot, veç ku ka nuë dorë Italia fashiste, se as ka nuë ma partia komuniste në rrugë, as partia që është sot në pushtet. Këtu janë 80 km rrugë, për këtë rrugë, do më thonë, marrin Kromin, e kanë marrë Shënko Sërbis, e kanë quhen Beograd,